interpretimin mund ta jeni ju. Tuaj. Si, aju godit. Po, ç'a bëri ai pastaj? Atëherë ti themi qytetarëve tanë të vërtetën ashtu si e kemi thënë gjithmonë. Aju kam thënë letrën që e ka në zyrë. Pse duhet kjo letër të ishte shfaqur publikisht? Është mbajtur privatisht aty dhe e din shumë mirë ai. E din. Ju kam thënë përpara, o vlla, shtyp frenat ose shtyp gazin. Është përgjegjësia jote si do ta shtypësh dhe pasoja do të vinte këty ashtu si do të shtypësh gazin e frenat. Por zotri me Amerikën nuk talet asnjë. Edhe ju e din shumë mirë, unë them për Amerikën ai gjë, po unë them për individ të cilët flasin edhe veprojnë në kundërshtim të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe jam i bindur që reforma në Republikën e Shqipërisë së Drejtësisë nuk është amerikane. Dhe mbaj mend prit Sorosi çfarë do të ndodhë në Amerikë. O çfarë do dëgjojmë ne me ca procese gjyqësore, do habiteni. Prandaj them reforma në drejtësi, mos fol ti se e di unë. E di që e di, po prit. Por, më dëgjoj mua. Ajo që do shikoni ju, se si ato me kostum që dalën në tabelë amerikane e europiane, janë o zot na rujt dhe edhe e bën flamurin e të cilën përfaqësojnë në mëshirë ose më keq se sa mund ta bëjë edhe një person që don të bëjnë ai reformë afrikane. Puna është që çfarë do dëgjojmë. Tani un po ju them këtë gjë. Të dashur miq që na keni ndjekur, ju falenderojmë se na keni vlerësuar dhe ju japim lajmin e parë. Lajmi është ky. Me Albin Kurtin ka mbaru punë zoti Grenell, i cili para zgjedhjeve në Kosovë ka thonë Albini është i rrezikshëm. Dhe ju e pat pas zgjedhjeve që Albini dilte dhe thoshte do formonte qeveri. Në atë kohë ka marrë telefon gazetar të Kosovës, duket ta kam thënë privatisht. Ka marrë telefon e më ore, dëgjoni çka ka thënë ky Grenell, nuk i thot kot ky më. Jo avokat, jemi në rregull ne, po kalojmë për pa avokat, po. Tani më çfarë bëhet ju edhe dhe ju erdhi A4, ju erdhi thash. Avokat më duket se kishte drejt. Se di thash unë, inshallah kam drejt edhe për këtë të Tiranës. Prandaj që ta konkludojmë dhe themi të vërtetën. Dhe urdhë? I ka rrejt e forta. Po ashtu i ka, po patjetër i ka, ti ketë, mos ke merak, përgjithësisht individuale kur shtyp frenat dhe gazin, se pasojat vinë po ashtu individuale. Tani, më dëgjoj mua çfarë them për pjesën e Amerikës. Nuk goditi zotin Kurti, zoti Kurti ishte i goditur. Pra, ju duhet ta dini tani, edhe më duket e ty e kam thënë, që o do mbaroni punë ju, o do mbaroni punë me ju. Po ta shikosh da kesh në një intervistë patjetër. E kam thënë që Kosova duhet të marrë punë brenda gushtit dhe o do të mbaroj punën unë ose kështu. E kam thënë në një intervistë duhet ta gjejmë. E kam thënë edhe më mend të ty e kam thënë këtë gjë. Trumpi ka thënë o mbaroni punë ju o do ta marrë unë përsipër. Dhe mesazhi është ky. Po tani do marrë përsipër Kosovën apo do marrë përsipër edhe Shqipërinë. Por në të njëjtën kohë ju duhet keni parasysh që unë mbaj mirë mend çfarë kam thënë dhe çfarë them. Zoti Trump goditi zotin Rama me Kosovën. Nuk goditi Kosovën. Zoti Kurti është kryeministër në detyrë. Zoti Kurti negocion. Pritë një sekondë tani vetë. Po ti mendon se amerikanët godasin si ne shqiptarë që dalin në fush aty dhe po prit Amerika, po pse Amerika ka emër? Amerika nuk është ai vend që bën atë që themi ne në popullore gropën. Ta bën gropën ashtu se të mendosh që gropën ta ka bër i jotis, ta kam bërë unë. Kjo është fakt konkret. Pse ta bë Amerika këtë? Zotëri Amerika ka një politik, thot, unë dua partneritet, nuk du servila. Po partneritetin do ta bëj brenda kuadrit të ndërshmërisë. Nuk du qoka dhe nuk du keqbesim.
Tani zotëri Amerika ka institucione, po nuk ka fondacione. Tani ata të cilët kanë qenë gjatë gjithë kohë në fondacione, do marrin përgjigje nga Amerika. Pra, nga Shtetet e Bashkuar të Amerikës, që kanë ikur nga fjalia fondacion dhe kanë shkuar tek sovraniteti federal. Tek Amerika e vërtet, tek Amerika e vlerave, tek Amerika parimeve, tek Amerika që kërkon që nëpërmjet pluralizmit politik demokratik të vendit të ndëshkohen kush vjen të ndëshkohet.